Ka përfunduar në Korçë edicioni 4 i Gjon Mili Video Art Festival, aktiviteti që për 3 ditë me radhë e ktheu Korçën në një pikë takimi të artistëve, kënaqësve dhe krijuesve nga vende të ndryshme të botës. Festivali solli për publikun një program të pasur me video art, filma të shkurtër, dokumentare, ekspozita dhe projekte të artit bashkor, duke promovuar dialogun kulturor dhe shkëmbimin artistik ndërkombëtar. Gjatë festivalit u prezantuan qindra vepra artistike nga autorvendas dhe tuaj, ndërsa takimet mes artistëve dhe publikut krijuan një mundësi për diskutime dhe shkëmbime eksperjencash me zhvillimet më të fundit të artit vizual bashkor. Mbrëmja përmbyllëse u shoqërua edhe me një performancë të veçantë muzikore në ambientet e teatrit Çajupi, ku kitaristi italian Nicola Montella interpretoi pjesë nga repertori i muzikës klasike dhe asaj bashkore. Yes, it's the first time that I come here in Albania. Është hera e parë që vi në Shqipëri dhe jam shumë i lumtur që po jap këtë koncert në Korçë. Qyteti është shumë i bukur. Më thanë se Korçën e quajnë Paris i vogël, dhe jam shumë i lumtur që interpretoj edhe një vepër franceze romantike të shkruar në nder të Parisit dhe Korçës. Në përfundim të këtij edicioni në Korçë, krijuesja Ylka Gjollesha tha se tashmë Gjon Mili Video Art Festival do të vijojë edhe në jug të vendit. Në këtë edicion, Festivali Gjon Milit ka pasur një prurje, përveçse një prurje shumë të lartë artistësh që në fillim me aplikimet, gjithashtu edhe ka pasur gjithsej 45 artistë të cilët i ka shfaqur në lokacione të ndryshme. Festivali vazhdon edhe më tej, sepse ne do të jemi javën që vjen në Himart, eksaktësisht në fshatin Ndërmi. Gjon Mili Video Art Festival konfirmoi edhe një herë rolin e tij si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore në Korçë, duke sjellë në qytet krijues nga e gjithë bota dhe duke kthyer Korçën në qendër të rëndësishme të artit bashkor ndërkombëtar.